Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian vlerësoi angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për anëtarësim në BE në një raport të miratuar sot, më 4 qershor. Eurodeputetët theksojnë konsensusin e gjerë politik të Shqipërisë dhe mbështetjen e fortë publike për anëtarësimin në BE, së bashku me përputhjen e plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-s, në një raport të miratuar nga Komiteti i Punëve të Jashtme me 57 vota pro dhe 11 kundër, me 6 abstenime. Ndërsa mirëpresim qëllimin e Shqipërisë për të përfunduar bisedimet e anëtarësimit deri në vitin 2027 dhe progresin e bërë tashmë, eurodeputetët theksojnë nevojën urgjente për të intensifikuar reformat. Prioritetet kryesore përfshin forcimin e pavarësisë gjyqësore, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Rritja pluralizmit dhe transparencës së medias mbetet thelbësore për të ndërtuar besimin publik. Raporti vëren polarizimin e vazhdueshëm politik të shënuar nga retorika konfrontuese dhe bën thirrje për dialog politik më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës. Eurodeputetët shprehen shqetësim serioz për ndikimin e huaj keqdashës, veçanërisht nga burimet të lidhura me Kremlinin, që kërcënon institucionet demokratike të Shqipërisë dhe ambicet e anëtarësimit në BE. Ata bëjnë thirrje për një qëndrueshmëri më të madhe institucionale ndaj abuzimeve me financimin politik, manipulimit të medias dhe kërcënimeve kibernetike. Eurodeputetët mirëpresin programin e ri të instrumentit për reforma dhe rritje prej 922 milion eurosh të dedikuar për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbështesë agjendën e reformave të Shqipërisë sapo të përmbushen kushtet. Hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë shihet si një hap jetësor për të forcuar lidhjet midis BE-s, institucioneve lokale dhe partnerëve të shoqërisë civile nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor. Raporti reflekton mbi zgjedhjet parlamentare të majit 2025, duke i përshkruar ato si konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis shumë të polarizuar, me shqetësime mbi përdorimin e burimeve administrative. Eurodeputetët u bëjnë thirrje partive politike shqiptare të angazhohen për reforma gjithëpërfshirëse zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIHR dhe Komisionit të Venecias. Progresi i bërë me reforma gjyqësore dhe hetimet për korrupsionin e nivelit lartë janë të mirëpritura, megjithse ndërhyrja politike mbetet një sfidë. Eurodeputetët bëjnë thirrje për përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur pavarësinë gjyqësore dhe për të rritur llogaridhënien.